Normalisht që Islami në natyrën e vet është fe e mëshirës, sepse ne si musliman edhe kur nisim punët tona, kur lexojmë Kur'anin me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Një fe e cila reflekton mëshirën në të gjitha detajet e saj. Nëse Islami kështu është në përgjithësi, po në Ramazan, kur njeriu është më i ndjeshëm, kur njeriu është më afër Kur'anit, kur njeriu është pa ngrënë dhe pa pirë, pra nëse muslimani në përgjithësi është njeri i mëshirshëm, i dhimbshur në Ramazan edhe më shumë, sepse e provon se ç'është uria, e provon se ç'është etja, e di se ç'do thotë çaj fëmia pa bukë, sepse e di se çfarë dhimbje të jep kur ti je i jetur ose kur ti je i uritur. Kështu që në Ramazan reflektohet edhe më shumë, sepse vetë Islami është fe e mëshirës, vetë Islami është fe e tolerancës. Mirë, po në Ramazan kjo reflektohet edhe më shumë, duket edhe më shumë, sepse njeriu është shumë larg materializmit, është shumë pranë shpirtërorës. Allahu Allah, Allahu Allah.